Mirë, me mua në studio, nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë, bashkohet gazetari i njohur Ardit Rada nga javanews.al. Ardit, mirëmbrëma. Faleminderit që je drejtë për drejtë në ora e fundit. Faleminderit juve. Çfarë tregon për ty rasti i gazetarit amerikan Mark Caputo në postimin që kishte bërë në Twitter se Berisha mund ta kalojë oqeanin sipas përgjigjes, sipas tij që i kishte dhënë Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërkohë që non grata e Berishës mbetet ende në fuqi që nga viti 2021 në faqen e parë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Por gjithashtu nga ana tjetër, si e ke parë ti edhe reagimin e Berishës në konferencën për mediat për këtë rast? Tani, konferenca e Berishës dhe deklarata për shtyp që shpërndau Partia Demokratike për rastin fjalë, në fakt është një spektakël vetlavdrus i mbështetur në propagandë dhe jo në fakte. Sepse kemi të bëjmë me Twitterin e një gazetari anonim, pra, domethënë një popullat si SBA-ja me 350 milion, 400 milion banor, llogaritën i veta se sa gazetar mund të ketë edhe sa veta mund të vetë shpallen gazetar. Unë e pash tepër qesharake reagimin e gazetarit fjalë dhe këtë si çkapet i mbytur mbas fijes Pse Ardit e ke parë si qesharake reagimin e gazetarit? Në çfarë dyshon? Shive, ta them unë dyshimin, ka diçka që nuk shkon. Domethënë një gazetar i panjohur për publikun shqiptar ka bërë një Twitter dhe thotë unë ju drejtova departamentit dhe më thanë që Berisha mund të vi kur doj. Së pari është qesharake pjesa se si ky gazetari që se njeh asnjë, 10 minuta mbasi bëri këtë Twitterin, doli lajmin portalet edhe mediat që mbështesin Sali Berishën dhe që komandohen nga familja e tij. Domethënë, se ku e gjetën këto në kohë reale, këtë reagim do të thotë pra që ka qenë e para përgatitur dhe lajmi ishte i parashkruar. Së dyti, gazetari ka bërë një gabim të pafalshëm ose ndoshta e ka bërë qëllimisht për ta rrjepur Berishën dhe Partinë Demokratike ditët vim. E ka pyetur Departamentin Amerikan, pra, nëse e ka pyetur për Berishën, ka harruar ta pyesi për bashkëshorten e Berishës, për djalin, për vajzën, dhëndrin e gjithë me radhë, sepse aty nuk është shpallur non grata vetëm Berisha, është shpallur gjithë familja. Dhe së treti, që është edhe më e rëndësishme, është pjesa se si Berisha nuk ka probleme vetëm me Shtetet Bashkuara, ka probleme edhe me Britaninë e Madhe. Ja zgjidhi gazetari në fjalë këtë çështjen me Shtetet Bashkuara. Po çfarë do bëhet me Britaninë e Madhe? Do gjejë një gazetar tjetër, do bëjë një lobim tjetër $6 milion në Britani. Berisha ka pasur, ka nisur një betejë ligjore me Blinkenin, me Departamentin e Shtetit, me gjithë me radhë që i ka humbur, që askush nuk ka guximin nga gjithë ato gazetarët dhe kolegat tanë që e ndjekin nga mbrapa ta pyesin se çfarë faze janë këto gjyqje, si në Francë kundër Blinkenit, ashtu dhe në Londër kundër Mbretërisë Bashkuar. Dhe në këtë kuptim, domethënë, çështja është e pazgjidhur, Berisha prap nuk e kalon dot oqeanin edhe nuk. Ardit, dua të ndaj edhe dy ngjarje të tjera me ty, sigurisht jemi të kufizuar nga koha për shkak edhe të fushatës elektorale, por çfarë tregon për ty incidenti i fundit në fushatën elektorale të Partisë Demokratike në Elbasan, ku dhunua djali i Luciano Boçit dhe si e ke parë ti reagimin e Partisë Demokratike nga njëra anë, e cila e ka konsideruar si sher banal, dhe nga ana tjetër reagimin e familjarëve, të cilët kanë hedhur poshtë Partinë Demokratike duke e konsideruar si një konflikt politik? Nuk ka një reagim të Partisë Demokratike, ka dy reagime të Partisë Demokratike. Mbrëm në darkë, pra kur ndodhi ngjarja, deklaruan se kishin rrahur rojen e stadiumit pse nuk i lejoi të hidhin fishek zjarre, dhe sot në mëngjes thanë se ishte një sherr banal mes disa të rinjve. Së pari, një parti e cila pretendon të vinë pushtet duhet të jetë më e përgjegjshme, pra duhet të jetë më e përgjegjshme në deklaratat që lëshon dhe duhet të jetë tepër e përgjegjshme edhe brenda strukturave të saj. Po kjo tregon mungesën e kontrollit total dhe i gjithë sherri që unë kuptoj, pra pavarësisht të dëmtuarit, është pasojë e banalitetit, pra për aq kohë sa ato i quajnë sherr banal,
kjo përkthehet se dhe ato primaret që bën këto dhe listat që bëri Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë po kaq banale si rrjedhoj e funksionimit brenda PD-s. Aty nuk bëhet fjalë se është dhunuar djali i dikujt apo një simpatizant i thjesht. Është rrahur djali i nënkryetarit Partisë Demokratike, është rrahur djali i atij që vjen pas Partisë Demokratike sipas letrave, se ne e dimë që pas Berishës janë 10 vende bosh kur vjen puna te drejtimi i partisë, po me letra është Luciano Boxhi, është nënkryetari i Partisë Demokratike. Dhe së dyti është vetë familja e të dhunuarit e kanë nxjerrë bllok komplet deklaratën e PD-s, sepse pavarësisht afilitetit politik, ata kanë djalin rreth parë më të rëndësishëm edhe kanë thënë se është dhunë politike dhe nuk është dhunim. Ndërkohë Ardit, kam edhe një pyetje të fundit për ty. Nesër mbyllet fushata elektorale. Çfarë mendon ti se do prodhojnë këto zgjedhje? Si e ke lexuar nga ana tjetër memorandumin që Rama ka bërë në Kushtë të Vlorës, duke parashikuar se do marrë 78 deri në 88 mandate. Si e ke parë rolin e partive të vogla dhe gjithashtu rolin e Partisë Demokratike në këto zgjedhje? Tani këto zgjedhje rreth parë do t'rregojnë një gjë shumë dhimbshme, që opozita e drejtuar nga Sali Berisha ka dështuar totalisht të ndërtojë alternativë serioze ndaj këtij pushteti 12 vjeçar të Edi Ramës. Ndërsa memorandumi i Ramës në vetvete sigurisht që ka një gap shumë të madh, pra ka një marrë shumë të lartë diferencë me asaj që deklaron, 78 me 88 është një diferencë shumë e madhe, por besoj që Partia Socialiste do ta ruaj mazhorancën, sidoqoftë mbi 71 mandate. Nga ana tjetër, sa i përket partive të vogla, mendoj që partitë e vogla do të arrijnë të suksesi i parë i tyre është që do thithin shqiptarët votojnë, pra do rrisim pjesëmarrjen në këto votime, do kemi një pjesëmarrje shumë të lartë krahasim me çfarë kemi mësuar në zgjedhjet e mëparshme, dhe së dyti duhet kuptojmë që partitë e vogla ose partitë e reja, siç i quajmë ne, janë produkt i asaj rrymës kundër establishmentit dhe kundër politikës tradicionale në Shqipëri, kanë bërë një fushat model deri diku, me mundësitë që kanë dhe besoj se shumica e këtyre partive të reja që kanë qenë aktive do prodhojnë edhe mandate. Do arrin të futen në parlament në zgjedhjet e 11 majit, po thoni. Ardit Rada ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit.